Isha në një emision televiziv dhe tematika ishte se sa është keq kuptuar modernizmi në shoqërinë tonë kosovare. Unë sipas disa studimeve aty të shpejta dhe disa krahasimeve të mia nga e përparmja dhe sotshmja unë vendosa që të nxjerr disa pika, 4 pika ku është keq kuptuar modernizmi në Kosovë. Pra duhet ta dim se modernizmi është një normë e re që paraqitet apo një stil i re, i ri, të zhvilluarit, i të jetuarit, e tjera që paraqitet në një shoqëri. Por modernizmi nuk bie në kundërshtim as me fenë, as me fetarët. Po mvaret sa na e keq përdorim këtë rrymë moderniste, pra këtë jetë, këtë mënyrë të jetuarit modern. Prandaj, unë kam nxjerrur disa, prandaj edhe profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ai na mëson hecni me kohën. Edukoni fëmijët tuaj një gjenerat më përpara, sepse ata do të mbesin pas juve. Prandaj në Kosovë shpesh modernizmi është keq kuptuar, sepse e kemi marrë si një imitim të verbër nga perëndimi, e jo nga zhvillimet dhe proceset e ndryshme të zhvillimit të mbrendshëm, të shtetit, të familjes, të vetvetes. Prandaj, në vend se modernizmi të shihet si përparim në arsim, në shkencë, në teknologji, kulturë qytetare, respekt të ligjit dhe barazi gjinore, ai shpesh është reduktuar vetëm si stili i jetës, si modë, si konsum dhe dukje të jashtme. Prandaj unë i kam nxjerr vetëm 4 pika si mas studimit tim, se në cilat pika është keq kuptuar modernizmi. Si e pikë e parë, unë e kam pas se shoqëria jonë e ka keq kuptuar modernizmin nga aspekti i veshjes. Sa ma i zhveshur që je, aq je ma evropian. E kundërta e kësaj. Nuk ekziston në modernizëm që zhveshja të bën të modernizuar. Mandej e kam nxjerr argëtimi, jeta e natës, kafenet, rrjetet sociale, sallonet e masazhës, të gjitha këto, domethënë e kanë keq kuptuar shqiptarët që modernizmi arrihet nëse ti ta natën e kalon nëpër kafane apo nëpër klube të ndryshme ku është një liri e shthurur totale. Pastaj e kam nxjerr edhe një pikë e cila mua më pengon edhe me siguri edhe qytetarëve tjerë. Ajo është ndërtesat luksoze me planifikime, me arkitekturë më moderne, por ja që në 4-5 ndërtesa nuk mund ta gjesh një park apo një kënd të lodrave për fëmijë. Edhe kjo është një modernizëm i keq kuptuar, sepse në perëndim çdo njëra ndërtesë apo 2 ndërtesa të ri mas shumti e kanë parkun e fëmijëve, i kanë shiritat për vrapime, për hecje, për të rriturit e tjera e tjera. Te kjo nuk ekziston. Së paku çka po shohim në Prishtinë. Pikë e keq kuptimit të modernizmit, sipas mendimit tim, është përdorimin e teknologjisë, por jo në gjithmonë në funksion të drejtë, duke fillu prej rrjeteve sociale, i keq përdorim pra, na duke menduar se bëhemi më modern. Si dhe pika tjetër që unë e kam kuptuar është se nuk jemi të zhvilluar ekonomikisht, pra nuk kemi buxhet, pagat e mira, ndërkaq konsumi është jo i rregullt. Harxhojmë më shumë se sa çka kemi. Kjo është një keq kuptim i modernizmit, sepse modernisti në perëndim ai i llogarit të hyrat edhe të dalurat, edhe nuk ka nevojë me hyrë nëpër kredite të mëdha. Ne për shkak të luksit që dëshirojmë ta kemi, ne jemi më shumë konsumator se sa prodhues. Këto ishin disa pika. Ndërkaq thelbi i modernizmit është tjetër. Është shteti me qenë ligjor që funksionon për të gjithë njëjtë. Arsimimi me qenë cilësor dhe mendim kritik.
Gjithashtu, ekonomi e qëndrueshme e jo vetëm konsum, siç thash, respektimi i diversitetit dhe bashkëjetesa shoqërore, si dhe kultura e punës dhe përgjegjësia qytetare. Këto pra janë thelbi i modernizmit. Nëse ne kemi këto pika, shtetin ligjor, arsimin cilësor, ekonominë e qëndrueshme, jo vetëm konsumuese, respektimin e diversitetit, lloj-llojshmërisë, atëherë është bashkëjetesa në shoqëri, është mirëqenie dhe bukuri, pra dhe kultura e punës dhe marrja e përgjegjësisë. Kjo është pika kryesore që kjo është thelb i modernizmit, që ti kur e merr një punë, e merr me përgjegjësi. Pra kjo tek ne në Kosovë është keq kuptu dhe çfarë tjetër mund të shohim përveç një modernizëm të rrejshëm, sidomos në veshje dhe në jetën e natës, një shturje morale, për fat të keq. Ju lutem komentoni nëse nuk pajtoheni, keni mendime, kritika konstruktive, janë gjithmonë të mirëseardhura, mos hezitoni. Gjithashtu bëni edhe like, edhe follow, edhe subscribe në YouTube, që të kemi edhe më shumë dëshirë të jemi në shërbimin tuaj, që të mësojmë nga çdo kush, sepse çdo njeri ka mendime ndryshe. Prandaj hecni me kohën, merrni modernizmin si një begati, e jo si një liri e shturur.